Изволени сме платите во образованието, здравството, полицијата, агитациите. Është frymën e profesorit dhe është dashur të sillet që nga viti 2003 deri 2004. Deri 2015 nuk ka pasur asfalt, nuk ka qenë e definuar, por është ka qenë kategori kushtetuese. Nuk ka pasur as zgjidhje ligjore, as mekanizëm 2015 ka qenë vendosur një mekanizëm si balancuesi dhe odhir përkatës sa përket se shohja nga reagimet nga frymën që dë luftojnë derisa ta kemë balancuesin. Pikërisht ata që e kanë eliminuar balancuesin si mekanizëm dhe qeverinë Kovacevski të gjithë ministrat kanë votuar që të hiqet balancuesi dhe ministrat shqiptar që kanë qenë në qeverinë Kovacevski duke dhënë një tim pozitiv për strategjinë për reformën e administratës deri në vitin 2003, ku është mënyrë taksative dhe ligjore me ligj të posaçëm, i cili duhet të kalojë sot në qeveri që e operacionalizon pra të drejtën e përfaqësimit të adekuat të pasive etnike dhe mendoj që kjo betonon frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe balancuesit dhe që qeveri u ballafaqu me një situatë pra të re ku është balancuesi dhe nga moment pra kemi raportuar që të respektohet kategoria kushtetuese e përfaqësimit të adekuat dhe të sjellin ligj. Sa për informim, ata që i njohin karrierat në 2020 pra ka qenë në programin e fushatës pse jo, dhe më thonë për kryeministër shqiptar zotit Ziberi, në atë program pra në 5 pikat kryesore ka qenë edhe premtimi që çështja balancuesi duhet të hiqet dhe duhet të zbatohet. Ще има шанс от 20 години да бидат на власт, дека е изолира државата или антиевропска, а има министри во Министерството за информатичко општество тогаш без никакви резултати во врска со Европската унија. И нешто за што прво се запазиме да работиме беше реформската агенда и да покажеме на дело дека можеме да испорачаме домашна задача, а со донесувањето на 4 закона во собрание кои што произлева од Министерството за дигитална трансформација, Законот за сайбер безбедност, Законот за електронски комуникации, Законот за електронски документи и Законот за архивско работење или за електронска архива, и успеавме да освободиме 19 милиони евра средства од Европската унија, кои што повеќе 5 милиони евра сега.